Në shkollën profesionale teknike në Korçë është zhvilluar një aktivitet i veçantë i dedikuar bizneseve dhe institucioneve partnere me fokus forcimin e bashkëpunimit dhe zgjerimin e mundësive të reja. Në aktivitet u prezantuan gjithashtu marrëveshje të reja bashkëpunimi, si dhe iniciativa që synojnë të rrisin ndërveprimin mes shkollës dhe sektorit privat. Jemi në një ditë të dedikuar totalisht me bashkëpunimin me bizneset dhe institucionet në qarkun e Korçës, bizneset dhe institucionet cilët kanë pranuar nxënës të shkollës profesionale teknike për të kryer praktikat profesionale në mjediset e tyre të punës. Një aktivitet ku bizneset në oborin e shkollës promovojnë bizneset e tyre dhe mundësit që ata ofrojnë për praktika profesionale, po pse jo edhe për punësim. Një nga marrëveshjet e nënshkruara gjatë aktivitetit ishte dhe ajo me një ish nxënës të kësaj shkolle, i cili sot drejton një biznes familjar, duke sjellë një shembull konkret të suksesit të lidhjes mes arsimit profesional dhe tregut të punës. Si përmarrës i biznesit tim, pas kam mbaruar shkollën Demir Prokri 4 vjeçare për elektrike, kam hapur një biznes timin dhe përfaqësoj të gjithë nxënësit e shkollës që mendojnë që të ndjekin të njëjtat etapa si mua. Mendoj se janë shumë hapa të mirë për të ardhmen, me hapësirat e mëdha të punës që janë për momentin. Mendoj se është një fitim i mirë i parave me këtë punë që kam ndikur. Gjithashtu ofroj dhe vende pune në të ardhmen, pse mos një sipërmarrje më e madhe në vazhdim. Gjatë këtij aktiviteti përfaqësuesit e shkollës shprehën mirënjohje për partnerët e hershëm për kontributin e tyre në formimin profesional të nxënësve dhe në afrimin e arsimit me tregun e punës.